I liri që me të vërtetë është i jep një lloj decentralizimi, pastaj në anën tjetër duke pas parasysh qëllimet e mbrapshta të posaçërisht të komunave veriore që të keq përdorin këtë autonomi apo pavarësi që jep kushtetuta, atëherë e bën pak problematike, sepse me një anë shteti i Serbisë ka kundërshtuar në vazhdimsi, në anën tjetër prej së mbrëmshmit mundohen në maksimum të shfrytëzojnë ato prerogativat kushtetuese, dhe në anën tjetër duke mos parasysh që ende nuk e kemi të përfunduar shtetërtimin, mund të keq përdorin dhe keq përdorin në vazhdimsi kushtetutën për me tentu me rënu shtetin e Kosovës. Në këtë drejtim nuk duhet të jemi na ndoshta të friksuar nëse mundemi të kemi pranimin të plotësim të kushtetutës, apo nëse shkon të qëllimi centralizimit me anë të ligjeve të ndryshme, sepse secili edhe kryetarët komunave kanë drejt me ataku në gjykatë kushtetuese, po nuk e shoh në këtë perspektivë ku gjendemi na si Kosovë, të mos përfunduar shtetësinë e Kosovës ende me një Serbi armiqësore, nuk e shoh gjë të keqe me centralizimin e shumë gjanave apo tentimin për centralizim derisa nuk ndikojnë në të drejta dhe lirit e